Parat që na mungojnë nga xhepa tanë dhe nga shërbimi ynë shëndetësor mbi gati 138 milion euro. Po ka një tjetër që u la pak pas dore, por që është i preferuari im. Nuk e di. Ajo vjedhje, pjesë e një vjedhje më të madhe, por e donin dhe edhe gramin e fundit të dhjamit, ta shtrydhin dhe të merrnin shpirtin, është pjesa e faturave të TVSH-s. Tani, ligji, një nga ligjet e para i premtuar nga rilindja ishte që do hiqnin TVSH-n nga shërbimet shëndetësore. Një vit më pas, bëjnë koncesionin e check-upit, rastësisht pagesat ja bëjnë me TVSH. Vetëm Vilmës, jo çdo tenderi dhe çdo shërbimi tjetër shëndetësor, vetëm Vilmës! Vetëm Vilmës ta pranojmë vërtetën. Vetëm Vilmës dhe atyre shokëve të Ilir Beqës. Të koncesionit të sterilizimit. Motilinin pas ata. Se ishin dhe ata çunat Tanja dhe ata, do vidhin dhe ata tash. Dhe ata çuna e ka nisur gjitha. E vodhi Vilmas, do vidhte edhe Iliri me Beqa e Rapaj. Apo është Ana Sjellta, nga ka origjinuar? Them që kjo ishte çik më e hershme. Megjithatë, aty mungojnë 20% e parave thatë. Thatë fare. Paktën 20%. Paktën 20 milion euro janë marrë kështu të pastra kot. Kot për qef. Megjithatë, na duhet një avokat sot në mëngjes dhe kemi ftuar një nga më të mirët që kishim në telefonin tonë dhe është Kenc Gjokutaj. Patyshim. Mirëmëngjes. Mirë se vini. Mirëmëngjes, avokat. Besoj edhe kolegët tanë ju kanë njoftuar për temën, e keni ndjekur me siguri, keni dëgjuar edhe çfarë është diskutuar vite më herët në Komisionin Parlamentar Hetimor të Shëndetësisë. Tani unë një kuriozitet kam të parin. Këta që kanë vjedhje, se që është vjedhje, që është dhe trash, është e padiskutueshme. Pyetja është, pse e kanë bërë kaq të trash kur i kishin gjitha mundësitë për t'i kamufluar dhe manipuluar shifrat ose larg qoftë për të ofruar një shërbim, zoti Gjokutaj? Është çështja e kapit, ose kësaj lloj PPP-je, se këta të gjitha PPP-t i kanë një sot, po t'i marrë. Janë identike me një tjetrën. Po kjo që kapit është nga etaloni, është etaloni modelit të vjedhjes së kësaj qeverie. Dhe ajo që kërcet shumë në të rast, Flavio, është fakti që të realizoshit një aktivitet të tillë, një vjedhje të tillë, pra që të fitosh lek me hu, thot populli, dhe të mos ndalosh tu, po t'i çosh dhe ndërtim këto, se kjo nuk është se s'ka fituar këtu. Kjo ka fut dorën thes, ka mbush sa ka dashur. Po jo, po nuk është ndaluar këtu. Ka marrë pastaj dhe ka shpuri, ka futur dhe në ndërtim. Dhe pastaj njerë thot që i kam thot investim, pastaj thot është prenotim, po prenotim në një objekt që s'është nxjerr leja akoma. Pra, ka një shprehje, do t'ju them një anekdotë, se shmëngjes edhe për ta shtensionuar pak. Po mendoi dikush dhe i thot shoku i tij, pse po e vret mendjen? Po e vras mendjen, tha, se si lekët që kanë mend ta t'i fus në bank. Kjo është shaka, në fakt po këta e kanë kthyer në realitet. Pra, këta sa lek kanë pas në imazhin e tyre, aq lek sa ju kanë dashur, aq lek sa kanë menduar, realisht i kanë fut në bank. Edhe ky është një rast ulëritës, por ajo që thash edhe në krye të herës, shqetëson është që një aktivitet i tillë në këtë lloj derexheje, me këtë lloj fytyre, me këtë lloj mekanizmi, ju thati i thjesht, po patjetër i thjesht, sepse janë paralizuar të gjithë indikatorët që e bëjnë të mundur nxjerrjen në shesh edhe autopsin e një vjedhje të tillë. Pra, këtu është pezulluar SPAK-u, këtu është pezulluar GKK-ja, këtu është pezulluar Pronari, këtu është pezulluar grupet e interesit, këtu janë pezulluar të gjithë mekanizmat, të cilat të çojnë tek zbulimi i kësaj vjedhjeje të thjesht, gjerë në madhështi, sepse vjedhjet e thjeshta zakonisht Flavio lidhe me shuma të vogla, mi po të vjedhësh miliona thjeshtësisht, shiko, kjo është një merit kësaj qeverie, edhe e Vilmës personalisht, edhe unë e shikoj si një dyshe shumë ke parasysh to dyshet në ekipet sulmuese braziliane. Po, një kombinacioni pa parë. Në fakt, nëse shtojmë dhe Ervin Matën, i arrestuar në Brazil, është tamam treshe braziliane si pas shprehjes vjetër.
tash dëgjoj Gezi, problemi është tu, Ervini është Brazil, mund të vetë ndroj shtetin, ne nuk e kemi problemin të Ervinët si fillim. Sigurisht. Sepse Ervinët do afrohen të shteti, sepse me atë e kanë punën. Problemi është që shteti si bëhet kaq kamarier, e kupton, dhe kaq shërbys ndaj këtyre individëve, edhe ky është një rast, shiko, në drejtësi kazuistika, pra rasti i paraprin, kazuistika i paraprin rasteve konkrete në praktik. Pra gjithmonë, pedagogu krijon një rast të komplikuar, i cili vështirë të gjendet në praktik, por që bëhet me qëllim që studentët kontrollohen nëse i kanë marrë njohuritë e dura, ndërsa rasti në fjalë i check-upit i ka parakaluar kazuistikës. As i pedagog nuk ka fantazim përpara se të ndodhte kjo që të ndërtonte një skem vjedhje, pastrimi, korrupsioni, se kjo është, shiko, kjo është një mikstur e të gjitha neneve kryesore të kodit penal, dhe është shumë e vështirë ta galvanizosh proceduralisht dhe materialisht, sepse këtu nuk është një aktor, këtu shteti dirigjent, i cili, e kupton, zhvillon një kampionat vjedhjeje, e kupton, ku janë pjesë këta aktor që themi ne. Kjo është e tmerrshme, sepse unë ndoqa mbrëm emisionin tuaj, edhe ju përgëzoj në fakt për një investigim të thellë, një investigim serioz, por dhe një investigim objektiv, sepse sigurisht që qëndrimi juaj ishte sigurisht denoncues, por duke krijuar hapësirën edhe palës tjetër, e cila nga një përgjigje në tjetrën, druaje se nuk ishte i njëjti person apo i njëjti subjekt, të cilit ju i kishin drejtuar disa pyetje, ishin pyetje shumë të qëndësishme, të cilat e zbulojnë, dekriptojnë të gjithë histori. Dhe unë çuditem që një çështje e tillë për Spakun që Çu do të vija, kjo është çështja tjetër në fakt. Edhe unë nëse më lejon Flavio, të lutem. Patjetër. Nëse vitin hynte ato krimet intelektuale nëse mba mend. Po, nëse në 2025 flitet për financim të një ndërtimi dhe në 2026 për një kontratë porosie, nuk janë në thelb dy marrëdhënie juridike të ndryshme dhe nga pikpamja juridike sa problematike është të jepen dy versione që nuk janë koherente me njëra tjetrën? Po shiko, së pari një herë në terren një version ka ndodhur. Varimi në pyetje është në varësi të ekspozimit të fakteve. Pra, kur ti i thua një fakt, ai të jep një version. Kur faktet shtohen, siç keni vepruar ju me ta, e kupton, ata e kanë parë që ju e dini diçka, edhe pastaj ka ndryshuar version. Shiko, si tha ai, thash mëngjes, themi mirëmëngjes, është darkë, themi mirëmbrëma. Nuk e ka problem, shiko, njëri që vjedh, e kupton, nuk e ka problem të ndroj fjalën. Veprimi është më i vështirë se sa fjala. Kështu që këtu nuk ka një çudi. Çudia këtu është e Spaku, e kupton? Që unë dua ta grej me forcë, sepse unë e kam thënë këtë, sepse këtu nuk flitet për një vjedhje të një subjekti që sigurisht sot është bërë rëndom. Nuk flitet për një zinxhir kriminal, një grup të strukturuar kriminal, si ishte ai incineratorëve të marrim, sepse këtu nuk është një vjedhje nga jashtë e shtetit. Këtu është shteti i cili zhvishet për të vjedhur dhe i bëhet gati një subjekti, e kupton, që të operojë. Pra, tu kemi dy palë, kemi shtetin në bashkëpunim me vjedhësin, me ajdutin, me subjektin, e kupton, dhe për çfarë? Për kontrollet shëndetësore, të cilat janë pjesa më sensitive dhe pjesa më bazale e një reforme në drejtësi, në shëndetësi, e cila ka prerë kupona pa pasur pacient. Gjokutaj, kam nevojë të bëj një spekullim. Pse vendosi qeveria Rama që në ditët e para të pushtetit, pasi kishte një akses si në ndërtim, si në çdo sektor tjetër të ekonomisë, pse vendosi që të vidhte në mënyrën më makabër të mundshme pikërisht atë që mund t'i shërbente për propagandë, shëndetësinë, por dhe mbi të gjitha si një detyrim bazik ndaj qytetarëve për të bërë minimumin e punës, thjesht garantonte sistem shëndetësor operativ. Pse vendosin në vlerësimin tuaj të vidhte aty pikërisht? Po shiko, këta me një metodë kaq të thjeshtë dhe kaq primitive janë në vitin e 14 pushtetit. Të vepronin siç thua ti,
këta I binte edhe 14 vjet të tjera. Nuk e kanë pasur problem këta këtë punë, sepse nuk I ka thënë kush marshallah këtyre. Pra këta e kanë ditur faktin që këta nuk do të jetojnë në lidhje me këta. Ky është modeli I këtyre. Shikoni, këta kanë bërë thagma, këta kanë dhënë koncesion edhe po themi me sterilizimin, merr objekte të ndërtuara me para të shtetit, të cilat merren dhe jepen një privati me koncesion. Ose çfarë PPP si në Shqipëri janë unike në botë. Ju shikoni PPP të cilat shteti t'i jep lekët që në fillim, ndërkohë që ti si privat duhet ta Po si vinçat e portit Durrësit. Po dëgjoj se pasi u prish porti blen vinça për portin. Po tash çfarë ndodh? Me këtë bëhet milioner kushdo. Se cili që I mbushet mendja ti hyj detit në këmbë, vetë troket tek shteti, tek ky lloj shteti, se ky është shtet, ka një dorë, kam thënë unë, edhe shkon shteti e parat dhe I vazhdon punën, mirë po nuk kënaqet me këtë, që është me duar në xhepa dhe bëhet administrator, bëhet biznesmen, po nuk ofron as shërbim, pra I do të thatë atë gjitha. Dhe prap nuk ngopet edhe me këtë që nuk bën shërbim, po këto do t'i fusë edhe në ndërtim, të bëhet dhe investitor. Shiko, këtu ke korrupsion të shtetit, këtu ke vjedhje, këtu ke pastrim produktit veprës penale, këtu është dhe kapaku I kodit penal, jo më çka brenda. E kupton? Dhe spaku rri dhe vështron. E kupton? Edhe quan krim intelektual, se ti e di çfarë si janë emërtuar këto lloj krimesh. Nga ish drejtuesi, janë shumë të vështira këto tha, për të hetuar se janë krime intelektuale. Do se janë intelektuale. E kupton, këto janë krime analfabete, e kupton që vjedhin intelektualet, dakor? Po, edhe kjo është, shiko, kjo është shumë e dhimbshme, e tmerrshme, dhe llogarisni kur spaku nuk ka vepruar siç duhet, edhe ti shkoj në fund kësaj historie, e kupton, llogarisni se ç'bëhet për çështje të tjera, edhe se ku jemi ne, edhe se çfarë pasoje do të vinte nëse spaku do të jetojë në mënyrë të thanshme dhe objektive, e kupton, jo vetëm Vilmanushin, por edhe ministrin e shëndetësisë, edhe kryeministrin që e kam I keq, edhe ndërtimin, sepse shiko, kjo është nga ato raste tipike, Flavio, raste tipike që është ndiq paran. Pra, paraja del nga qeveria, del nga babazoti, a kupton? Edhe I jepet Vilmës. Vilma e kupton e fut në kuzhinë, e gatuan, pastaj dalin ca pjata në sallë, që të hanë shumë. Edhe pastaj fillon dhe investimi dhe kjo është Tani një sekond këtu, një sekond do Gjokutaj. Nëse SPAK të paktën siç u përpoq me Buj gjatë javës kaluar të na thoshte që po e heton plotësisht influksin e parave të pista në ndërtim. Kjo është një nga pallatet më të mëdha në Shqipëri, në zonat më qendrore, me të përfshirë emra plotësisht problematik, e kanë në sekuestro, por ndërkohë për këto parat që janë parat direkt shqiptarve, s'ka asnjë mas. Dhe ndërkohë më thon, edhe pse pallati është nën hetim, parkimi funksionon mirë dhe me çmime të larta, po çështja është a e ndihmon kjo të pastrojnë para dhe mbi të gjitha nëse pallati nuk ka kolaudim si ofro ka shërbime? O Flavio, të shikëtoj kemi te I kaluar këto histori, shiko. Pritë se kishte perl. Shiko, po fillove cigaren në fillim një javë ke kështu të vjella, e kupton? Pastaj janë torën. Pastaj të pëlqen. Këta e kanë kaluar këtë fazë, nuk janë këtu në këtë fazë ta. Ta nuk kanë më problem dhe kjo që thua ti e spakut, më vjen shumë keq, sepse ata janë specialistët më të mirë që ne kemi. Kjo bëhet pikërisht, shiko, çdo me thënë po hetohet, Flavi, se unë nuk e kuptoj këtë. Çfarë hetojnë ta? Hetojnë motin, si do tjetë, ta nuk janë shërbim meteorologjik. Dakor? Çfarë hetojnë ta? Kush I ka bërë këto punë? Zojt. Kush I bëri? Pra, këto janë parrulla që unë e kam thënë në shërbim të kësaj qeverie dhe bëhen pikërisht në momente kritike që spaku bën 2-3 goditje të vogla, e kupton, që ti mos I shqetësoj shumë këta, e kupton? Dhe kjo bëhet pikërisht në kohën e protestës, për treguar që dalëre se nuk është ky shteti që thoni ju. E kupton? Shteti tjetër, shteti vepron me tjerë. Kështu që këto nuk I ha njeri. Gjëja e parë, Flavio, në një çështje penale është prevenimi I pasojës. Do thotë,
veprohet që ditën e parë të paktën të ndalohet hemoragjia në atë moment që konstatohet. E kupton? Sepse kjo është me dëm ekonomik enorm, galopant. E kupton? Që mirë që janë miliona, e kupton? Por mirë që vidhet, po pjesa e mbetur, këtë quaj shpenzim këta. Se këtu s'ka shpenzim, vlla. Tu nuk e di se çfarë kanë bërë. Nuk e di, e ke parasysh kur thoshin nuk e di se çfarë dash të thotë autori, se fjalia me tre fjalë. E kupton? Edhe kjo histori, mënyrë sepse shiko, ishte shumë e bukur. Kur ajo e pranonte edhe investimin e bërë tek ajo kulla që thoni juve. Po. E pranonte. Po më thot, po syri ajo thot. Dakor. Kjo tregon, po ta interpretosh nga pikpamja juridiko-formale, kjo tregon, e kupton, një papërgjithshmëri totale. Do me thënë që po më e kanë bërë dhe këtë, po pastaj çka ka? Çdo me thënë kjo. E kupton? Edhe duhet të dini një gjë që edhe një model i ri, që është një risi në fakt, e kësaj qeverie që këta avash fondet publike të trajtojnë si jetën private, që ti s'mund ndrysh aty. E kupton? Që ti s'mundesh të merresh me këto punë sepse ka privatësinë e tij, edhe faktikisht mirë është që se ka shumë adrenalinë në momentin e vjedhjes, nuk duhet folur se mund të ketë pasoja, mund të ketë shock down, e kupton, kështu mos të futem. Gjendjet fikti janë dhe të ndjeshëm. E kupton? Mund t'i flasësh më vonë, mund t'i presh. A mendon se po përdor sarkazmën, po qartë, që është kusi të kuptoj se ku kemi përfunduar, e kupton, e pse ai shesh është plot, se check-upi është çështja e tyre. Domethënë, check-upi është njëri film. Ky është një festival filmi. Më thua një ministri, e kupton, që nuk ka biçim të tillë. Të gjitha këta janë gjithë ftesë, mielli, sa herë ta shkundësh, aq herë del. Të them një diçka, Flavio. Para një muaji u tha që vajti dosja, bile kam qenë në studion tuaj, në debat me zonjën Shkehaj, presidet, edhe që u dha lajmi që shkoi kërkesa e Spakut për arrest të Belinda Ballukut në Kuvend. Po. Brava. Ora ti pyes një herë, po mirë më ky zoti Peleshi e kupton që ka emocion ta thot, sepse i shkulin dhe veshin. Po ky Spaku, një deklaratë zyrtare, ore çfarë po bëhet me këtë kërkesë? Ora kjo kërkesë ka vajtur apo lajmi është i rrem? Ti ju e kuptoni, shiko. Kur neve kemi problem me informimin brenda qytetit Tiranës, pra nga rruga Jordan Nisja që është Spaku, te rruga George Bush, bulevardi Dëshmorët e Kombit, a e kupton? Në këtë segment ne nuk e kapim dot lajmin. A kupton? Ndërkohë që lajmi kapet kollaj se ka dhe trafik, e kupton? Nuk është se ka një shpejtësi të lartë të punë. Edhe nuk thot gjinjeri, Dhe në bulevard Ulëriet, Ramanburg, Berishaburg. Ndërkohë që në burg do të jetë Rama me Belindën. Edhe gjithë enturazhin e tyre, edhe PPP-rat, edhe gjigjilerat e këtyre, dakor, nuk e kuptoj dot, nuk arrita kuptoj dot, se si një prokuror me të mbaj një dosje të tillë, e kupton, dhe ta mbaj as e gatuan, as e fut në frigorifer. E kupton? Janë në stand-by. Dosje në stand-by, edhe ky është një model i ri, ja kemi mbritur tek ky standardi. E kupton? Edhe ka dosje që kemi filluar thot po e hetojmë, po nuk kemi shënuar emrin. Shikoni, t'ju them një diçka profesionale, Flavio. Teknikisht prokurorët fillojnë çështjet me dispozitën më të rëndë, sepse dispozita më e rëndë të krijon dhe mundësinë një afati procedurial më të gjatë, që ti të kesh kohë në dispozicion që të hetosh të gjithë çështjen. Dhe pastaj kur rezulton që nuk qëndron ajo vepra më e rëndë, ti e rikualifikon veprën në një vepër më të lehtë, por që sigurisht afati procedural nuk të del nga dora. Vetëm në Shqipëri fillohet me skelje barazis në tender, rasti Belinda Ballukut, dhe kalohet pastaj në korrupsion me të njëjtat akte, edhe pastrim produkteve penale me të njëjtat letra pa bërë asnjë hetim shtesë. Atëherë çfarë është kjo? Pra ti do ta skadosh vetë, duke filluar me çështjen më të lehtë, ti nga njëra anë mashtron opinionin publik që këtu s'ka gjë,
është një procedurë administrativisht, janë një 2 letra që do sqarohen dhe këto, ajo vazhdon drejtuese politike atje poshtë, ta bëjnë tallavat këtu me dosjen, edhe mi po tash u shtrëngua puna, thotë ka korrupsion, thotë. Kur e kuptove ti çka korrupsion? Kur e ka mbaruar shkollën ky njerëz? Që e kuptoj kaq vonë se ky. Shikoni këta sillen si praktikant. E kupton? Ja pra ku jemi. E qartë. Tu, kjo mënyrë të vepruar i tregon që Spaku, e kupton, këto punë dhe i këtu ku ka arritur nga halli, ka arritur nga këshillat, nga rekomandimet edhe tërheqjet e vëmendjes, edhe nga aleatët tanë, se që për këta, e kupton, këta nuk kanë vëmendje të penetime, këta vëmendje kanë shezlonin, plazhin, me atë rrogë me thënë drejtën është edhe pak mëkat të mos ta mendosh. Tani 1 sekond për të rikthyer të çështja e check-upit, a e konsideroni atë si një dosje ende të hetueshme nga SPAK, apo janë bërë veprime për ta djegur aspektin e hetimit dhe për t'i lënë t'i gëzojnë të lirë edhe të qeta të para? Kjo është një çështje teknike, e cila sigurisht kërkon angazhimin total të resurseve të SPAK-ut, kërkon angazhimin e ekspertëve, e kupton kontabël, sepse aty duhet bërë një ekspertim i thellë, të ardhura dhe pastaj më tutje ku ka shkuar, ku janë kontabilizuar këto para, e kupton, dhe si ka vijuar pastaj lëvizimi i tyre më tej. Është një zinxhir i tërë kjo që kërkon ekspert, ndërkohë afatet ecin, e kupton, por unë aq sa dëgjova nga ana juaj, aty ka një anë dokumentare të bollshme që lehtëson shumë punën e SPAK-ut edhe të ekspertëve. Pra, këtu nuk kemi të bëjmë me për kaq sa është thënë, se sa pash dje, ajo kërkon duhet ishte në fazën konkluduese të saj, duhet ishte zgjidhur problemi i përgjegjësisë penale të personave që janë përfshirë në këtë çështje, duhet ishte zgjidhur problemi i masave të sigurimit në përputhje me rrezikshmërinë, jo vetëm të veprës, por dhe të personave, sepse këta çajin ferrën, e ikin, e kupton? Dhe këtu nuk është problemi se do na marr malli për ta. Këtu është problemi që ata të përgjigjen dhe të japin të dhëna të qarta për të ndihmuar jo vetëm hetimin, por edhe pozitën e tyre procedurale, sepse siç dihet pendesa është alfa e rrethanave lehtësuese, e kupton? Pras mali dajti që ata kanë në kurriz me këtë super aferë vjedhje, mega vjedhje. Genc Gjokuta, faleminderit për kohën dhe për përgjigjet. Shumë faleminderit. Juve për ftesën. Përshëndesim mikun tonë Genc Gjokuta dhe të gjitha sqarimet që na bëri. Ti thoja në fakt faleminderit edhe për metaforat që përdorje pas herët dhe preferuara sot ishte krime intelektuale nuk janë në të vërtetë tilla, janë krime analfabete që kryhen nga intelektual. Dhe thënë kjo në këtë momente na kanë shkuar shumë që është duke u realizuar provimi matematik